Deputeti nga komuniteti bosnjak, Duda Balje ka bërë të ditur se deri më tani nuk ka pasur asnjë komunikim me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me formimin e qeverisë së re të Kosovës. Këtë ajo e tha gjatë një lidhjeje direkte në emisionin Debat Plus. Asnjë thirrje, asnjë takim, asnjë bisedë deri tash, jo. Ka ndodhur disa sende të çuditshme ditëve të fundit, se Emilia Rexhepi ka dalë më ka thënë se zoti Kurti nuk është kundër krijimit të një komune me shumicë bosnjake, por mua kjo ka qenë një befasi, ka thënë Balje. Kujtojmë se Kurti u nominua më 11 tetor nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani për të formuar qeverinë e re dhe sipas ligjeve të vendit, ka 15 ditë afat për të krijuar shumicën parlamentare që skadon më 26 tetor. Më 11 tetor, kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u mandatua nga presidentja Vjosa Osmani për formimin e qeverisë. Prej atëherë ka nisur të rrjedhë afati 15 ditor që ai t'ia paraqes kuvendit për bërjen e re të qeverisë, ku tani kanë mbetur edhe 5 ditë kohë për formimin e qeverisë së re. Kurtit i duan së paku 61 vota në kuvend për të siguruar shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje i ka 48 deputet dhe Kurti ka përkrahje edhe prej 7 deputetëve të komuniteteve jo serbe, si dhe të Nenad Rashishit. Tani Kurtit i duhet siguroj edhe së paku 5 deputet të tjerë. Vetë Kurti ka treguar ofertën që ai ja kishte bërë mismo socialdemokrate për koalicion, po të ishte bërë Albulena Haxhiu kryetare e kuvendit, Fatmir Limaj ka mujt me u bë në kryetare e kuvendit sepse duhet që kryetari dhe nënkryetari me qenë të gjinive të ndryshme. Paramendoje këtë situatë ku Albulena Haxhiu bëhet nënkryetare e kuvendit, Fatmir Limaj bëhet nënkryetari e kuvendit, se i ka 5 fish vota më pak se Albulena, e kish marrë një ministri dhe 2 zëvendësministra, 4 pozita të larta me 3 deputet. Kjo është nacionale maksimumi ku mund të shkojmë, ama jep këtë mua sepse të kam gjetë ditën, faleminderit, tha Kurti. E analisti politik Zejnullah Jakupi në një prononcim për Bota Sot ka vlerësuar ofertën që kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë nismë social-demokrate dhe në veçanti kryetarit të saj Fatmir Limaj, e i cilëson këtë si një lëvizje inteligjente strategjike me disa elemente pozitiv. Sipas Jakupit, Kurti dhe partia e tij, lëvizja vetëvendosje kanë bërë hapin për të ofruar bashkëpunim konkret me nismën, çka tregon gatishmërinë për zgjidhje dhe për tejkalim të bllokadës institucionale. Oferta duhet të jetë orientuar jo vetëm për qeverinë, që është e rëndësishme, por edhe për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, pra për funksionalizimin e institucioneve, duke qenë se nisma ka vetëm pak deputet. Ofrimi për bashkëpunim me ta është në lëvizje pragmatike për vetëvendosjen, për të arritur shumicën ose për të shmangur krizën institucionale, shprehet Jakupi. Megjithatë, Jakupi thekson se kjo lëvizje ka edhe sfida të qarta. Nisma ka bërë kërkesa të qarta si pozicioni i kryeparlamentarit apo një paketë ligjore me ndryshime si ulja e pragut zjetor nga 5% në 2%, që nuk janë të thjeshta për të realizuar menjëherë, vlerësoi ai. Ai shton se është e paqartë nëse brenda vetëvendosjes ekziston dakordsi për të gjitha kërkesat e nismës, sidomos kur përfaqësues të kësaj partie kanë thënë publikisht se nuk kanë pasur vullnet real nga ana tjetër. Sipas analistit, afatet janë të shkurtra dhe presioni është i lartë. Nëse marrëveshja nuk arrihet deri në një datë të caktuar, mund të kemi krizë të përshkallëzuar, duke marrë parasysh që jemi afër fundjavës dhe deklaratat e Kurtit se këtë fundjavë do të kemi lajmin e një marrëveshje ose mungesën e saj. Jakupi parasheh 3 skenar të mundshëm. Skenari më pozitiv: marrëveshje kompromisi midis vetëvendosjes dhe nismës. Nëse nisma pranon ofertën dhe vetëvendosja bën disa lëshime si një pozicion për Limajin ose ndryshime ligjore gradualisht, atëherë vendi shkon drejt krijimit të qeverisë, shpjegoi ai. Sipas tij, kjo do të sillte stabilitet institucional dhe mundësi për qeverisje, duke u dhënë politikanëve një rrugë dalje nga blokada. Skenari ndërmjetëm: arritet një marrëveshje parësore, por disa pika mbeten të hapura. Afatet mund të shtyhen, negociatat vazhdojnë ndërsa publikisht do të thuhet se jemi në drejtim të mirë, thot Jakupi. Ky skenar sipas tij lejon të dyja palëve të ruajnë ndërmjetësimin dhe të shmangin rrezimin direkt, por sërish nuk kanë sjell menjëherë funksionimin e plotë të institucioneve. Skenari më problematik: marrëveshja dështon ose nisma refuzon ofertën. Në këtë rast rrezikohet që bllokada të intensifikohet, të ketë lëvizje drejt zgjedhjeve të parakohshme
ose institucione që sërish mbeten pa shumicë, paralajmëron Jakupi. Kjo sipas tij mund të krijojë pasiguri dhe të rrisë pa kënaqësinë e qytetarëve, ndërsa për vetvendosjen do të ishte rrezik humbja besimit ose prerësi politike. Në përfundim, Jakupi thekson se oferta e Kurtit ndaj nismës është pozitive nga pikpamja praktike, pasi synon të jap fund bllokadës, por suksesi i saj varet fort nga gatishmëria reale e të dyja palëve për kompromis, derisa të dielën e presim një vendim ose minimumi një sinjal të fuqishëm. Nëse do të ketë marrëveshje apo jo, unë mendoj se ka më shumë gjansa për skenarin e mesëm ose pozitiv se sa për skenaret problematik për momentin, përfundon analisti Zejnullah Jakupi për Bota Sot.